Ato arsyet e mia rrjedhimisht çojnë te këto lloj përjetimesh, po e quaj, nga ana jote. Pikërisht, edhe unë nuk dua t'i kem këto përjetime. Se nuk i meritoj, nuk meritoj t'i kem. Po, prandaj po them okay. Po nuk është përdorim. Ishte përdorim dhe ishte e kundërta. E di, prandaj Ishte përdorim prandaj unë kam zgjatur këtë lloj përfundimi, prandaj kam zgjatur deri këtu. Te ishte përdorim. Se kam dashur të shikoj, vërtet, të jem e bindur për këto, po jam e bindur. Sa ditë ishte nominim? 2 ditë? 2-3 ditë, po. 2-3 ditë. Te ndonjë gjë të avancuar nga ana ime? Jo. Po t'ishte përdorim, ato 3 ditë do kishe pa avancim frikshëm, përdorim të situatës, përdorim qoftë për vete, qoftë për ty. Në fakti që s'ke parë avancim, i bie që e di, prandaj nuk është përdorim. Po nga ana tjetër e kuptoj atë se si ndihesh edhe është okay. Po, është okay, vërtet. Duhet bërë më parë, mendoj. Nuk duhet zgjatur kaq shumë. Po. Si fes duhet të më faj? Jo, nuk duhet zgjatur kaq shumë kjo biseda, të paktën nga ana ime, se e kam kuptuar që në fillim. Jo për të fajsuar ty apo diçka, po që në fillim kur ndihesh kështu nuk duhet ta vazhdosh gjën. Dhe gabimi im ishte që e dija si ndihesha dhe prapë vazhdova se thash nuk i dihet. Po t'ishte shumë e thjeshtë, po t'ishte për përdorim dhe shikoje avancim çuditshëm. Sidomos ditët e nominimit. Dhe ti, më sa e ke kuptuar tipin tim. Vetëm të avancon të çfarë. Më sa e ke kuptuar tipin tim, e ke kuptuar që e para nuk bëj gjëra për nominim. Pra nominohet dikush edhe pa pritur ngrihet edhe zihet për flokësh me gjithë shtëpinë. Ose nga ana tjetër pa pritur del kundër vendimit që t'kisha thënë ty edhe avancon në puthje dhe gjëra të tjera vetëm për hir të nominimit. Nuk këto më duken përdorime. Mua personalisht do më dukesh më të dyshimta këto. Pra po t'ishin bërë këto gjëra, atëherë mund të kuptoja më shumë akoma kur thu